Denoncimet për manipulime në zgjedhjet e 11 majit vazhdojnë. Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar një tjetër set videosh që sipas tij provojnë atë që ai e quan farsë elektorale. Në pamjet filmike të shpërndara në rrjetet sociale, shihen qytetarë që votojnë disa herë në të njëjtën qendër votimi. Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama se nuk është mjaftuar me veprime antikushtetuese që sollën efekte elektorale, por se është mbështetur dhe në struktura kriminale për të mbushur kutitë e votimit. Shikoni. Ky me 2 është lule, po ka me 4. Dy, pra, me 2 fletë votimi. Përgatitet dhe fleta e 4 të votimit për t'ja dhënë, nga që lodhet i japi dhe i karrige, se ka shumë punë të plotësoj 4 fletë votimi. Pra, ajo është votues profesionist. Dhe hedhja e 1 fletë votimi, 2 fletë votimi, vazhdon personi tjetër të mbushi fletë e votimit, dikush tjetër i hedh në kutinë e votimit, ja ku hidhen dhe 2 fletët e tjera të votimit. 3 edhe 4. Ky është votimi. Ky është fytyra e vërtet. Në një tjetër video të siguruar nga sistemet e monitorimit të KQZ-s, Berisha pretendon se dokumentohet përdorimi i metodës së quajtur treni bullgar, një skem manipulimi ku fletët e votimit plotësohen jashtë qendrës së votimit dhe kalojnë dorë pas dore në mënyrë të organizuar. Këtu. Treni bullgar. Vazhdoj, thot ky tjetër tani. Bën si po e fsheh, tani e nxjerr përsëri jashtë. Ja. Përmes daljes së përditshme, kreu i opozitës synon të ndërgjegjësojë faktorin ndërkombëtar mbi atë që ai e cilëson si mohimi i zgjedhjeve të lira dhe të nxjisë qytetarët drejt një proteste të re me kërkesën për një qeveri teknike. Tu faktoj komunitetin ndërkombëtar të gjithë përmasat e kësaj farse. Edi Rama ka normal një fushat të egër, presioni nga nivelet më të larta, mbi vëzhguesit ndërkombëtar në Shqipëri dhe drejtues të tyre. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me këto trupa dhe ne u dërgojmë atyre të gjitha. Edi Rama ju ka shtruar një pyetje atyre. Ku i keni ju faktet për ato që keni shkruar? Faktet që ne kemi për 5.000 qendra votimi janë një tërkuze gjatë, mira kilometra po të rrjedhohen njëra pas tjetrës. Kemi gjithashtu synim. Berisha e konsideron këtë si një betejë sakrifikuese që duhet të çojë deri në garantimin e votës së lirë dhe kthimin e demokracisë funksionale në vend.